Dasma e Luan Haradinaj u kthye në një nga eventet më të komentuara të ditëve të fundit dhe jo për shkak të detajeve të shumta, përkundrazi për ato që nuk u treguan. Sipas mediave, ceremonia u zhvillua në kullën e familjes Haradinaj, një format të përshkruar si familjar dhe relativisht i mbyllur. Fotot që qarkulluan ishin të pakta dhe kryesisht të publikuara nga të ftuarit. Në pamjet e shpërndara, çifti Luani dhe partnerja e tij Anila u shfaqën të buzëqeshur, ndërsa atmosfera dukej të jetë festive dhe tradicionale. Të ftuarit ishin këngëtarët më të njohur nga treva shqiptare dhe atmosfera ishte e papërshkrueshme. Të ftuarit nuk patën mundësi të rinin ulur, sepse atmosfera ishte fantastike dhe pista e vallëzimit plot. Luani u duk mjaft i përmbajtur dhe i qetë, ku përveç gëzimit të kësaj dite të veçantë, tek ai u vure edhe një vetëpërmbajtje. Edhe pse Luani ka një profil të ulët në publik, duke mos e ekspozuar shumë jetën e tij, një ditë pas dasmës u publikuan fotot të tij me Ushtrinë e Kosovës. Luani ka marrë emrin e xhaxhait të tij, por duket se ka edhe guximin e tij. Kjo foto flet shumë. Nëse vëllai i Ramushit dha jetën për lirinë e Kosovës, Luani i ri duket se jetën e tij e ka vënë në shërbim të Kosovës për të ruajtur integritetin territorial dhe lirinë e fituar.